Akuza e rënde e gazetarit të njohur për banoren e Big Brother VIP Albania 4. Gazetari Bledi Mane ka komentuar martesën e çiftit Egli Tako dhe Gjesti e cila u zhvillua brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Mane është shprehur skeptik për qëllimin e kësaj martese, duke cilësuar si të shtirur dhe të realizuar për show. Martesa e tyre është e sforcuar dhe e bërë për show, çdo veprim që bëjnë më duket si e kalkuluar për famë. U shpreh Mane në një studio televizive. Ai shtoi se në këtë çift vlerëson më shumë Gjestin se sa Eglin, duke kritikuar sjelljen dhe qëndrimin e saj publik. Egli është një njeri posesiv, e etur për famë dhe kërkuese e vëmendjes me çdo kusht. Jam shumë i sigurt që ajo ja ka nxirr jetën çdo mashkulli që ka pasur në krah, tha ai. Sipas gazetarit, lidhja mes çiftit nuk është e vërtetë dhe nuk beson në qëndrueshmërinë e marrëdhënies së tyre. Nuk besoj shumë në historinë e tyre. Ka më shumë element show se sa ndjenja të vërteta, përfundoi Mane. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.